Ajo që doja të pyesja është se e përmendet pak edhe në fillim, nga gjimnastika profesioniste në ndryshimat të rekreative. Pse vendosët që ju të fokusoni ose të bëni diçka ndryshe në Shqipëri? Le të themi që duhet të vepronim kështu sepse të fillosh një projekt të ri, sidomos në gjimnastik, dhe ti jesh pjesë e federatës, më thënë duke qenë pjesë e federatës, normalisht do t'i përgjigjesh edhe kërkesave që ka federata. Në pjesëmarrje në kampionatet që zhvillohen në nivel kombëtar. Tashi, nga këto fëmijë që do paraqiteshin ose që do bëheshin pjesë e Olimparku, sigurisht do përzgjidhen talente dhe jemi akoma në përzgjedhje të talenteve. Megjithëse kemi marrë pjesë në 2 kampionatet e para që janë zhvilluar. I pari ishte kampionati kombëtar që u zhvillua në maj, ku ne si ekip dolëm në vendin e 3 dhe ishte një arritje shumë e mirë dhe shumë e bukur për Olimparkun, sepse motivon edhe të tjerët që të jenë pjesë e ekipit ton. Dhe pjesëmarrja e dytë ishte përsëri në Kupën e Republikës. Të dyja këto kampionate janë zhvilluar në qytetin e Shkodrës, pasi Shkodra ishte përzgjedhur si qyteti i sporteve. Dhe aty përsëri, me thënë për grup moshën 7-8 vjeçar, edhe morëm vendin e 3 si ekip. Kjo është normalisht për kaq pak kohë sa ju po funksiononi në Shqipëri, normalisht është një arritje. Është një arritje sigurisht për shoqatën sigurisht edhe një kënaqësi dhe një motivim shumë i mirë edhe për fëmijët.